dhe në renditje janë të parashikuara 7 pika. Nëse miratohet vendimi për shtrejtimin e rrymës, pritet të hyjë në fuqi më 1 maj. Ndërkohë, iniciativa Asnjë cent më shumë ka paralajmëruar për sot protestën e dytë për të kundërshtuar këtë vendim të paralajmëruar. Protesta do të nisë nga ora 12 në sheshin Zaher Pajaziti. Regjistrimi i deputetëve të rinj nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës fillon nga këto çaste në Kuvendin e Kosovës. Regjistrimi i deputetëve është një procedurë formale dhe domosdoshme që i paraprin seancës konstituive, e cila është përcaktuar që të mbahet me 15 prill. Ndërsa të hënën do të regjistrohen deputetët e koalicionit Aleanca për Armërinë e Kosovës Nisma dhe ata të pakicave, kurse ata të lëvizjes vetëvendosje u regjistruan gjatë ditës së djeshme. Regjistrimi filloi nga ora 9 dhe mbaron në ora 16. Sot bën 26 vjetë nga rënja e luftëtarit dhe herojt Agim Ramadani, i cili gjatë luftës u dëshmua si strateg i lartë dhe udhëheqës i dashur për ushtarët. Ai ishte njëri ndër hartuesit e planit për thyerjen e kufirit shqiptar, që të cilin e bëri bashkë me shokët. Agim Ramadani u lind në Zhegër të Gjilanit me 3 maj 1963. Ai kreu Akademinë Ushtarake Drejtimi i Komunikacionit në Zagreb të Kroacisë. Me poezi dhe pikturë është marrë që nga shkollimi mesëm, ku në vitin 1998 pranohet antar deri në Akademinë Evropiane të Arteve. Ai si emigrant ju bashkangjitë të radhave të UÇK-s në vitin 1998, duke lënë në Zvicër 3 fëmijë dhe gruan. Ndërsa në Tiranë një protest kundër kryeministrit Edi Rama është paralajmëruar ditën e sotme. Në njoftimin e shpërndarë thuhet se protesta do të mbahet kundër medaljes që mori Rama nga Izraeli kundër mbështetjes së Izraelit. Kjo protestë, e cila mbahet pranë xhamisë së namazxhas, vjen pas luftës dhe krimeve që po kryhen në Palestinë. Kujtojmë se kryeministri Rama me 7 prill gjatë një vizite në Izrael u nderua me medaljen presidenciale të nderit nga presidenti izraelit Isaac Herzog. Ky nderim, sipas izraelitit, vjen si shenjë mirënjohje ndaj shqiptarëve për strehimin e izraelitëve gjatë luftrave botërore. Ndërkohë, guvernatori i shtetit të Washingtonit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bob Ferguson, ka nënshkruar një ligj të ri historik që njeh zyrtarisht 2 festat më të rëndësishme të komunitetit musliman, Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin, si festa shtetërore në të gjithë territorin e këtij shteti. Me këtë akt, Washingtoni bëhet shteti i parë në Shtetet Bashkuara që i përfshin këto festa në kalendarin e zyrtar të festave publike, duke i dhënë komunitetit musliman të drejtën për të festuar në mënyrë të barabartë me komunitetet tjera fetare. Vetë guvernatori në një reagim në Facebook është shprehur i nderuar për këtë projekt ligj. Ai shprehu mirënjohje për sponsorët e këtij ligji, senatoren Jasmin Trudeau dhe deputetin Osman Salaudin për punën e tyre në këtë legjislacion të rëndësishëm. Për fund kemi edhe një lajm nga sporti. Sot fillon Gjiro 28 e Superligës së Kosovës në futboll me 2 ndeshje mjaft interesante. Kampioni në fuqi Ballkanit do të luajë në udhtim në Klin, ku do të ballafaqohet me Dugaxhinin. Skuadra e Ismet Munishit po lufton për një vend që dërgon në garat evropiane sezonin e ardhshëm dhe momentalisht kanë 9 pikë më pak se Malisheva, vendi të tretë. Ndeshja tjetër do të jetë ajo ndërmjet Feronikelit 74 dhe Ferizajt. 2 skuadra po ashtu me objektiva të ndryshme, derisa skuadra nga Drenasi po lufton për mbijetesë. Ferizaj ashtu sikur edhe Dugaxhini ka apetite për të qenë së paku në mesin e top 7 skuadrave në elitën e futbollit vendor. Të 2 ndeshjet nisin nga ora 15. Ne ka që përmendojmë edhe këtë edicion informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me ora 7. Mirupafshim.